se çfarë duhet ndodh me shërbimet e qyteteve, ka vendosur që të qendrëzojë shërbimin e ujit pishëm, shërbimin për sigurimin e ujit pishëm, pra për pastrimin e mbetjeve, kaluam nga incinerator, tani do kalojmë në riciklimin, po këtë do ta bëj përsëri një agjenci qendrore shtetërore dhe jo bashkitë, siç e kanë patur Tagrin deri vonë. Kemi lejtë e ndërtimit, të cilat deri vonë kanë qenë ekskluzivitet i bashkive, por tani me një vendim të Edi Ramës dhe ato pjesa më e madhe jepen nga Edi Rama vet, sepse bëhet fjalë për godina që i kalojnë peskatët, dhe në Tiranë ne mësuar që shikojmë vetëm kulla dhe pallate shumëkaçe, dhe këto pastaj për gjitha këto jep lejet Edi Rama. Dhe pse e ka kërkuar Edi Rama këtë, shifrat flasin vetë. Vetëm në këto 6 muaj, pra nga janari deri në qershor të 2026-s, Bashkia e Tiranës për shembull kishte planifikuar që të merrte nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, pra nga ndërtimet e reja, diku tek 5 miliard lek. Ndërkohë që ka vjel 12.7 miliard lek, pra 235% më shumë se sa plani që kishte. E krahasuar kjo me 2025-ën, pra për të njëjtën periudhë, po flasim 6 muajt e parë të vitit, e ka kaluar masën me 300%. Pra Edi Rama tani edhe duke ditur se sa keq i ka ato pozitat e veta së brendshmi, jep leje në mënyrë frenetike për të marrë taksën e vetë të korrupsionit sigurisht dhe për të lërë ndikim. Mirë po kjo kthehet në një barë për Bashkinë e Tiranës, sepse kjo nuk shoqërohet me një infrastrukturë mbështetëse, kështu që jeta e përditshme çdo qytetari që jeton këtu do të vështirësohet. Dhe ndalemi pak te investimet tani. Po përfundoj. Për plerat, Gërgesi më herët poli për plerat, për mungesën e ujit. Një nga aspektet që ka prekur dhe ti, po tek shërbimet, kur flet për shërbimet. Me kanalet e ujrave të zeza, pra janë shërbimet bazike, për cilat bashkia kishim zjarret këtë ditë të shumë të nxehta, në një verë jashtëzakonisht të nxehtë që duhet të ishin marrë dhe masa paraprake, por të ishin siguruar dhe kapacitetet e nevojshme për shkak se territori që mbulon Bashkia e Tiranës sot është shumë herë më e madhe, po densija e banesave është po ashtu shumë herë më e madhe, po është rritur dhe vështirësia për të patur akses në rast se zjarri, akses në territor kam fjalën. Dhe për gjitha këto bashkia do duhet kishte marrë masa dhe të kishte kryer investime serioze. Dhe nga plani i investimeve që kishte bërë bashkia. Mendimin e regjisë ne do të shohim dhe tabelën. Më lejo ta ndaj pak këtë, sepse ti këtë prek ndër të tjera që thua që nga këto miliarda që ti përmende, ti the 362% shkon në rritja krahasuar me 6 mujorin e 2025-s. Nga këto miliarda që po grumbullohen mbi kurrizin e këtij kaosi urban me të drejtë siç e cilson ti dhe e the dhe pak çaste më parë, bashkia ka investuar në qytet vetëm 11% të planit vjetor, pra 2 miliard lek nga 18.9 miliard të premtuara, krahasuar me vitin e kaluar, thua investimet u ulën me 21%. Tani, ka një përgjegjësi edhe ligjërisht tek e fundit, që duhet ta mbaj dikush në bashki për këtë gjë, se kjo tregon që po vidhen qytetarët në fund, çdo lloj emri ti vësh, kështu ndodh. Eksakt, po këtu përgjegjësia mbetet e time, sepse thash ne kryetarin e bashkisë se kemi të arrestuar. Kemi një nënkryetar e bashkisë që ka marrë këtë detyrë e caktuar nga Edi Rama. Ajo raporton atje dhe po atje i merr urdhrat, edhe nuk pyet fare dhe nuk ndjen asnjë lloj përgjegjësie karshi qytetarëve që janë shprehur me votë, apo që edhe janë gënjyer përmes votës, apo u është bler, apo është trysnuar vota. Kështu që këta njerëz nuk japin përgjegjësi askund, po ne përgjegjësinë edhe në këtë rast është fatale që ta gjejmë tek kryeministri që nuk do duhet kishte punë fare me bashkitë. Por kjo është gjendja sot në Shqipëri. Do t'ju jap një rast tjetër. Ne përpara 2 muajsh kaluam në Këshillin Bashkiak të Tiranës një plan që është afatgjat 14 vjeçar, që lidhet me ndotjen. Kaluam dhe një plan tjetër që lidhet me menaxhimin e hapësirave publike. Dhe këto sigurisht duhet kishin kaluar më herët në qeveri. Dhe aq absurde ka arritur situata, sa plani për menaxhimin e hapësirës publike fillimisht u miratua në qeveri, pra doli si një dokument zyrtar i qeverisë shqiptare, se ç'punë ka qeveria shqiptare të merret me
hapësirat publike të kryeqytetit, askush nuk e di, po këtë e di vetëm Edi Rama, dhe vetëm pasi u miratua atje, ne pastaj bëm sikur e miratuam këtë sikur të ishte një dokument i qytetit të Tiranës. Pra kjo e bën kryeministrin e Shqipërisë, zotin Rama, kryetarin faktik të Bashkisë Tiranë, se është përzierja e pushteteve, ajo që po themi për shkrirjen e bashkive, pas ka ndodhur faktikisht edhe në këtë rast. Eksakt, sot Edi Rama është kryeministër, është kryetar bashkie, është president, është drejtor agjensish, është çdo gjë, nuk de facto i ka përqendruar të gjithë pushtetin në duart e veta. Mirë po ky pushtet po ashtu sot i është derdhur në dorë, sepse po ashtu është shfaqur qartësisht sot për çdo njeri se çfarë po ndodh me jetën e përditshme të gjithë secilit prej